Është ora 2 mëngjesit, sapo ka mbaruar live-i ynë në TikTok dhe kemi arritur në një përfundim të pabesueshëm. Ne do ta ringjallim gjuhën ilire. Gjuha e ilirëve është në fakt gjuha e popullit më të madh të lashtësisë. E kemi kuptuar që grekët nuk i kuptonin fjalët ilire, sepse ato të gjitha janë përkthyer në fjalorin e Hezikësit të Aleksandrisë. Në gjuhën ilire, kjo ka qenë lembe, që është thirrori i helenishtes, lembos. Pra, në gjuhën greke është gjinia mashkullore lembos, dhe në ilirisht e pastaj në shqip është bërë lembe e gjinisë femërore. Ky është zbulimi më i madh i të gjitha kohërave dhe është bërë në bisedën tonë drejt për drejt në TikTok. Të dashur shqiptar, në vend të fjalës varka, që ne e kemi huazuar nga greqishtja, do përdorim lembet e ilirëve pirat. Kush të doj ta përdor në poezi, në tregime, si një neologjizëm nga ilirishtja. Pra, në vend që të pranojmë apokalipsin e gjuhës shqipe, vdekjen e saj, ne do ta ringjallim gjuhën e ilirëve. Dhe e dim që kjo është gjuha jonë, sepse fjala mia e helenishtes e lashtë ka dhënë myga në gjuhën e grekërve pontik, myza në gjuhën e Cakonias të Spartës dhe miza në gjuhën shqipe. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.